Rogerti hyri në shtëpi si një lojtar që në pamje të parë mund të mos dukej kërcënues për të gjithë, por në fakt ai u fut me një qasje shumë të qartë, për ça dhe sundo. Kjo është një nga strategjitë më të vjetra dhe më efektive në çdo lojë sociale, dhe ai po e përdor me një qetësi dhe llogari që jo të gjithë brenda shtëpisë po arrin ta kuptojnë në kohë. Në fillim, ai nuk u përpoq të krijonte menjëherë konflikte të hapura. Përkundrazi, ai vëzhgoi. Pas se kush ishte afër me kë, kush kishte ndikim, kush ishte emocional dhe kush ishte më racional. Dhe pikërisht aty filloi loja e tij e vërtetë. Sepse një lojtar i fortë nuk është ai që bërtet më shumë, por ai që lëviz fijet pa u kuptuar. Marrëdhënia mes Mirit dhe Selinit ishte një nga aleancat më të forta brenda shtëpisë. Kishte besim, kishte komunikim dhe kishte një lloj stabiliteti që i bënte të dy të fortë si çift loje. Por çfarë bëri Rogerti? Nuk u përball direkt me ta. Nuk i sfidoi hapur. Ai hyri në mes në mënyrë të zgjuar, duke futur dyshime, duke ndryshuar perceptime dhe duke krijuar distancë. Dhe këtu qëndron forca e tij. Ai nuk sulmon direkt, ai depërton. Ai arriti të afrohej me Mirin, ta bënte për vete, ta bënte të ndjej i kuptuar, i mbështetur. Ndërkohë, paralelisht filloi të dobësonte lidhjen me Selinin. Jo me shurmë, por me detaje të vogla, me fjalë të zgjedhura, me situata të krijuara. Dhe kur një lidhje e fortë fillon të qahet, nuk duhet shumë që ajo të shembet. Arbëri e thot shumë qartë si opinionist, kur ta kuptosh ti, Miri, se kush është Rogerti, do jetë vonë. Sepse Rogerti nuk është thjesht një banor, ai është një lojtar strategjik. Ai nuk luan për emocione, ai luan për rezultat. Nuk i intereson kush mbetet pas, kush lëndohet apo kush shgënjehet. E vetmja gjë që i intereson është loja. Dhe loja për të është e thjesht, krijo përçarje, fito kontroll dhe sundo situatën. Kur thuhet do të pi lëngun e kockave, nuk është thjesht një metaforë e rënë, është një mënyrë për të treguar se ai do të shfrytëzojë çdo dobësi, çdo besim të vënë, çdo moment naiviteti për të avancuar vetë. Dhe kjo është arsyeja pse ai konsiderohet si një nga banorët më të fortë. Sepse ai i tërheq disa lehtë ata që janë më të ndikueshëm, më emocional. Ndërsa me të tjerët përdor më shumë forcë, më shumë presion, më shumë manipulim strategjik. Ai e ndryshon qasjen sipas personit. Dhe kjo është inteligjencë loje. Por pyetja e madhe është, a do ta kuptojnë të tjerët në kohë? Sepse shpesh në këto lojra, problemi nuk është mungesa e shenjave ka plot. Problemi është interpretimi i tyre. Njerëzit shohin atë që duan të shohin, jo atë që është realisht përpara tyre. Dhe Rogerti po përfiton pikërisht nga kjo. Ai hyri dhe brenda pak kohe prishi një nga aleancat më të forta në shtëpi. Kjo nuk është rastësi. Kjo është strategji e pastër. Dhe kjo tregon shumë për nivelin e lojës që ai po bën. Ndërkohë, të tjerët mund të jenë ende duke menduar për besnikëri, për misi, për emocione, por ai është disa hapa përpara. Ai është në fazën tjetër të lojës, ku çdo lëvizje është e menduar dhe çdo lidhje është një mjet. Dhe në fund, kur gjithçka të qetësohet dhe kur banorët të dalin jashtë, shumë gjëra do duken më të qarta. Do kuptohet kush ka qenë realisht kush. Do kuptohet kush ka luajtur me zemër dhe kush me mendje. Dhe mbi të gjitha, do kuptohet roli i Rogertit në gjithë këtë histori. Sepse kjo që po dëgjon tani nuk është thjesht një opinion momenti, është një paralajmërim për atë që po ndodh në heshtje. Rogerti nuk është thjesht pjesë e lojës.